A janë përmbushur disa nga profecitë islame? Të parashikosh të ardhmen me saktësi absolute është e pamundur për mendjen njerëzore. Shpesh dëgjojmë për fallxor apo astrolog, parashikimet e të cilëve janë aq të mjegullta sa mund t'i përshtaten çdo gjëje. Por kur flasim për Islamin, ne përballemi me diçka krejtësisht të ndryshe. Profeci specifike, gjeografike, sociale dhe historike, të shpallura 14 shekuj më parë nga një njeri që nuk dinte as shkrim as lexim në mes të shkretëtirës. Sot, larg miteve dhe spekulimeve, do të analizojmë vetëm ato profeci që historia dhe realiteti i sotëm i kanë vërtetuar si fakte të pamohueshme. Në vitin 614 e Ruson, perandoria persiane Sasanide e gjunjëzoi plotësisht perandorinë romake të lindjes Bizantin. Bizanti humbi Jeruzalemin, Egjiptin dhe pothuajse të gjitha territoret e tij. Por bashkëguesit e asaj kohe, Bizanti kishte marrë fund dhe nuk do të ngrihej kurrë më. Pikërisht në atë moment dëshpërimi, Kurani shpalli një profeci që duket tërësisht e pamundur. Në suren Er-Rum, ajetet 2 deri në 4, Allahu i lartësuar shpalli: Bizantinët u mposhtën në tokën më të ulët, më të afërt, por pas mposhtjes së tyre, ata do të fitojnë brenda pak viteve, nga 3 deri në 9 vjet. Surja Rum 2:4. Kjo profeci mbart dy fakte të rënditse. Së pari, brenda saktësisht 9 viteve, në vitin 623, Bizanti bëri një kundërshtim legjendar dhe e mposhti Persin. Së dyti, Kurani përdori shprehjen Adnal Ard, që vetëse toka më e afërt përkthehet shkencërisht si toka më e ulët. Betejë kyçe ku Bizanti u mposht fillimisht kishte ndodhur rreth detit të vdekur, i cili sot me matjet moderne me satelit njihet zyrtarisht si pika më e ulët gjeografike në të gjithë sipërfaqen toksore të planetit. Por profecitë nuk ndalen në histori. Një nga parashikimet më spektakolare sociale gjendet në hadithin e famshëm të Xhibrilit, të regjistruar në Sahihun e Muslimit. Kur profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, u pyet për shenjat e ditës së gjykimit, ai përmendi një detaj që asnjë sociolog i asaj kohe nuk mund të imagjinonte. Dhe kur të shohësh barinj të këmbëzbathur, të zhveshur e të varfër, duke garuar me njëri tjetrin në ndërtimin e godinave të larta. Mendoje për një moment. Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, nuk tha thjesht se njerëzit do të ndërtojnë ndërtesa të larta. Ai specifikoi saktësisht se kush do ta bënte këtë, barinjtë e varfër e këmbëzbathur të gadishullit arabik. Për shekuj me radhë, kjo zonë mbeti e varfër dhe izoluar, por me zbulimin e naftës në shekullin e 20, brenda vetëm disa dekadave, pasardhësit e atyre barinjve u bën njerëzit më të pasur të botës. Sot, Dubai me Burj Khalifa, Arabia Saudite me kullat e saj të panumërta, po zhvillojnë fjalë për fjalë një garë globale se kush do të ndërtojë kullën më të lartë mbi tokë. Një tjetër fakt që sot e përjetojmë çdo ditë lidhet me perceptimin ton për kohën dhe komunikimin. Në një hadith autentik të transmetuar nga Imam Tirmidhiu, profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: Nuk do të bëhet kiameti derisa të afrohet, shkurtohet koha, saqë viti do të duket si muaj, muaj si javë, java si ditë dhe dita si një orë. Në epokën tonë të globalizimit dhe internetit, ku informacioni udhëton brenda milisekondave, distancat janë zhdukur. Ritmi i jetës është bërë aq i shpejt, saqë njerëzit sot, më shumë se kurrë në histori, ankohen se koha po fluturon. Po ashtu, në një hadith tjetër të saktë te Buhariu, ai përmendi se para fundit të botës, tregjet do të afrohen me njëri tjetrin. Sot, përmes bursave elektronike dhe blerjeve online, tregjet e të gjithë botës janë të lidhura në një rrjet të vetëm në ekranin e telefonit tënd. Këto nuk janë aludime apo interpretime të detyruara. Këto janë fakte historike dhe sociale të pamohueshme, kur profecitë përmbushen para syve tanë. Ato nuk na lën hapësirë për dyshim, por na drejtojnë drejt një konkluzioni të vetëm logjik. Ky mesazh vjen nga ai që zotëron të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen. Ne do t'ju tregojmë atyre shenjat tona në horizonte, derisa të bëhet e qartë se ai, Kurani, është e vërteta. Surja Fusilet 53.